Të nderuar pranishëm, i nderuar kryetari Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë, zoti Skënder Gjinushi, i nderuar nënkryetar i Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë, zoti Vasil Tole. Sot jemi mbledhur këtu në promovimin e veprave shkencore të përgatitura nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, pra nga Maqedonia e Veriut, një shtet fqinj, por gjithashtu shumë i rëndësishëm edhe për bashkëpunimin e ndërsjellë kulturor, arsimor dhe shkencor me Shqipërinë. Sot ne do të promovojmë veprat, zhvillimet kulturore dhe historike të shqiptarët në Maqedoni gjatë shekujve 19 dhe 20 në autorësi të Skënder Hasanit, Sevdail Demirit, Emin Azemit, Sali Islamit dhe Besnik Rametit. Do të promovojmë veprën I Peshkëria Shkup Prizren, që është një vepër e ribotuar me autor Gasper Gjinin dhe përmbledhjen shkencore dialektologjia shqiptare të folmet shqipe të Maqedonisë së Veriut, që është një vepër në autorësi pra të një grupi më të madh të autorëve. Për fillim do të ftoj për fjalë rasti drejtorin e Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, zotin Skënder Hasani, për fjalë rasti. I nderuari kryetari I Akademisë Shkencave të Shqipërisë, miku im zoti Skënder Gjinushi, I nderuari miku im zëvendës kryetar Vasil Tole, të nderuar pjesëmarrës. Nderi I institutit është që në panairin e librit që organizojnë dy akademitë e shkencave Kosovës dhe Shqipërisë, të marrin pjesë institucioni vetëm shkencor nga Maqedonia me dy vepra apo tri vepra, sepse dy vepra I përkasin vëllimit parë dhe të dytë në aspektin historike dhe dialektologjia shqiptare e të folmeve shqipe pjesa e 4. Që do të thotë se 3 vitet e mëparshme ne I kemi botuar edhe të folmet regionale të shqiptarëve të Maqedonisë. Pse na shtyr që pikërisht këtu të bëjmë promovimin e këtyre 3 veprave shumë të rëndësishme për shqiptarët e Maqedonisë. Shqiptarët e Maqedonisë kanë qenë vazhdimisht në okupim dhe vazhdimisht është bërë trysni për të asgjësuar elementin shqiptar nga ato treva. Dhe jo rastësisht gjatë historisë është shkatruar o është përvetësuar historia dhe trashëgimia kulturore e shqiptarëve të Maqedonisë. Viti 2001 bëri kthesën e madhe historike dhe marrëveshja e Ohrit hapi perspektivën e duhur që edhe shqiptarët e Maqedonisë të kenë shtetformësinë e tyre dhe të krijojnë universitete dhe institutin e trashëgimisë shpirtërore kulturore të shqiptarëve të Maqedonisë. Po, ne si institucion I ri u gjendëm para sfidave të shumta, se si ta orientojmë shkencën, dijen dhe orientimin shoqëror të shqiptarëve të Maqedonisë. Dhe ne, si studiues ndoshta të ri të këtij institucioni, por edhe me përkrahjen e Tiranës dhe Prishtinës, me përvojat e tyre, ne hartuam programin afat shkurt, afat mesëm, afat gjatë për gjithë historinë dhe trashëgimin kulturore të shqiptarëve në ato treva, që gjatë historisë ka qenë I pandar me trevat tjera shqiptare. Por rrethanat shoqërore kanë bërë që ne të jetojmë në shtete të ndryshme. Edhe Maqedonia u shkput nga Federata Jugoslave dhe mori një kakje tjetër të orientimit. Dhe jo rastësisht ne gjatë këtyre viteve apo dekadave nga formimi jon
kemi hartuar një plan program ku kemi paraparë që të mbahen konferenca të shumta dhe prej atyre konferencave të dalin edhe botime të dhura shkencore që të vim në një stad ku duhet vinë shqiptarët e Maqedonisë dhe të jemi kompatibil me Tiranën dhe Prishtinën në aspektet historike, gjuhësore dhe të trashëgimisë kulturore. Rezulton që shqiptarët e Maqedonisë mos ta kenë një stad të zhvillimit shkencor, sepse nuk kanë histori të shkruar, nuk kanë monografi për asnjë qytet në Maqedoni, dhe neve si institucion kishim sfida të ndryshme se si përgatitemi që të vim në një stad të duhur, të kemi edhe ne një histori të shkruar, por jo të ndikuar dhe të del e vërteta historike. Dhe për të qenë edhe kompatibil me rrethanat e shtetit të Maqedonisë dhe ecurinë e Tiranës dhe Prishtinës në aspektin shkencor. Dhe ne hartuam programin dhe jo rastisht kemi botuar librin e parë, zëvëllimin e parë i Peshqia Shkup-Prizren, e cila i përket periudhës së antikitetit mes jetës deri në shekullin e 19, sepse për të argumentuar ato treva nevojiten institucione të mirëfillta dhe jetë gjate të cilët duhet të kalonin një shekull, sepse Akademia e Shkencave Serbe, Bullgare dhe Greke kishte përvetësuar gjithçka që kishte shqiptare në trevat e sotme të Maqedonisë. Dhe ne duheshim që të dalim përfundimisht me një tekst historik të shqiptarëve të Maqedonisë, që pastaj fillojnë projekte tjera të cilët do t'i shpalosi këtu pak më vonë. Se ne e nxorëm ose ribotuam veprën e Dom Gaspergjinit i Peshqia Shkup-Prizren, sepse kjo vepër është ndër veprat më të argumentuara në Ballkan, po them, për trashëgiminë e pandërprer iliro-arbrore shqiptare të trevave verilindore. Dhe jo rastisht kjo vepër është mbrojtur edhe si doktorat në Vatikan, dhe Dom Gaspergjini ka shfrytzuar ose ka qenë zavendës i peshkëve në i Peshqin Shkup-Prizren. Dhe ai ka përdorur një gamë të gjerë të argumentimit dhe lidhshmërisë iliro-arbrore shqiptare, sepse punën e parë që kanë bërë pushtuesit serbët, bullgarët dhe të tjerët kanë dëshiruar që ta zhdukin krishterizmin tek shqiptarët. Dhe vetëm nëpërmjet krishterizmit ne mund të argumentojnë lidhshmërinë iliro-arbrore shqiptare. Dhe jo rastisht ne e kemi paraparë që ta botojmë si vëllim i parë i projektit Historia e trevave lindore. Dhe kjo na sillte deri në shekullin 19. Dhe jo rastisht ne si institucion formuam një ekip studiuesish që të përshkruajmë dhe ta shkruajmë edhe pjesën e dytë të historisë shqiptarëve të Maqedonisë, zhvillimet kulturore të shqiptarëve të Maqedonisë gjatë shekullit 19 dhe 20, që është ndër projektet më serioze deri tash, dhe e lidhëm një periudhë historike nga antikiteti deri vitet e 90-ta. Dhe këto dy vepra krijojnë një stad të zhvillimit të historisë së shqiptarëve të Maqedonisë, sepse kur shkonin në për komisione për të ndryshuar librat, na kërkonin botime institucionale në Maqedoni, jo në Shqipëri, në Kosovë apo gjetë ju, por libra të botuara për historinë e shqiptarëve të Maqedonisë nga instituti. Dhe ne jo rastisht i kemi botuar këto dy libra që të krijojnë parakushte për të ndryshuar tekstet mësimore në mënyrë argumentuar, por edhe duke mos krijuar anomizitet etnik dhe fetar në Maqedoni. Dhe besoj që ja kemi arritur
me këto dy vepra që ne sot po i promovojmë në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Dhe jam i bindur se këto dy vepra do të jetë një piknisje, një uvertyr për ta shkruar historinë e shtrevave lindore. Por çka do të pason pas kësaj, pas këtyre dy veprave? Do të pason monografi për çdo qytet. Do të pason shkruarja e historisë të shtetformësisë së shqiptarëve. Ne nuk do ta bëjmë gabimin e të tjerëve që krijojmë anonimizitet, por edhe krijojmë çësje të duhur për të argumentuar shtetësinë e shqiptarëve në atë shtet. Duke filluar nga Ilindeni, i vitit 1903, ku pjesëmarrja e shqiptarëve është e jashtëzakonshme dhe është ndarja proporcionale e pushtetit, duke vazhduar me dy shtet formuesit e asnomit, ku njëri është Nexhat Agolli dhe Qemal Agolli, të cilët janë shtylla e shtetformësisë së Maqedonisë Federale në atë kohë, se Maqedonia është quajtur Maqedonia Federale, dhe jo rastësisht këto dy figura më njëherë ishin në shënjestër për të eliminuar. Njërin e pushkatuan, ndërsa tjetrin e dërguan në Goliotok. Vetëm e vetëm për ta hequr shtetformësinë e shqiptarëve. Që nga viti 1945, pas eliminimit këtyre dy figurave, e deri te 2001 shqiptarët ishin përjashtuar nga sistemi dhe nuk ishin element shtetformues. Dhe jo rastësisht nuk ishin edhe pozita shtetformuese. Nuk ishin drejt për shkollim, as mesëm, as fillor, as universitar. Dhe bëheshin pengesa të ndryshme që t'i përzon shqiptar nga institucione dhe një ditë t'i largojnë një herë për gjithmonë. Dhe jo rastësisht ne i kemi botuar këto dy vepra për t'i hap rrugë shkruarjes së historisë së shtetformësisë së shqiptarëve të Maqedonisë. Dhe ky do të jetë projekti më serioz i institutit tonë që do të pason këtyre viteve. Dhe jam i bindur se do të jetë edhe një uvertyr që kjo shtetformësi të bartët edhe në historinë e popullit shqiptar që do të shkruhet nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Dhe libri tjetër është Dialektologjia shqiptare, ndërkrahinat më të pasura, po them, me trashëgimi kulturore dhe sidomos me të folmet e Shqipës krajnore që janë fjalë arkaike të vjetra, që nga Ilirishtja, Mesjeta e deri ditët e sotme, instituti i ka përmbledh në 4 vëllime të folmet të Shqipës në këto krahina të shqiptarëve në Maqedoni, që do të folë profesor Zeqeria Ibrahimi, i cili është ndër njerëzit kryesor të cilët e bartin këtë projekt shumë të rëndësishme për shqiptarët të Maqedonisë. Që do të thotë se dal nga dal instituti me punën e vet po hapron suksesshëm dhe në mënyrë të dinjitetshëm në rrugën e duhur për të prezantuar historinë, trashëgiminë kulturore të shqiptarëve të Maqedonisë dhe kështu përforcojmë pozitën tonë në shtetin e Maqedonisë, sepse gjatë historisë na është mohuar kjo e drejtë. Dhe me krijimin e universiteteve, me krijimin e institutit tonë, ne po nxjerremi në pa këto vlera të duhura. Por ne për të avancuar këto synimet tona, patjetër është që të kemi përkrahjen e Akademisë Shkencave të Shqipërisë edhe të Kosovës, që nuk ka munguar. Besoj që me synimin e leadershipit të akademisë që e ka treguar këto vite, ne do t'ja dalim që të realizojmë këto projekte madhore të shqiptarëve të Maqedonisë, sepse letë është në Shqipëri, letë është në Kosovë, por ne në Maqedoni kemi front me të tjerët. Që do të thotë se nuk janë vetëm maqedonasit. Prapa maqedonasve janë bulgarët, janë grekët, janë serbët, por janë edhe rusët. Që do të thotë se na nevojitet një mobilizim i jashtëzakonshëm në përkrahjet dhe vizionin e institutit tonë. Faleminderit.
Falenderojmë drejtorin për fjalën e tij, ndërsa në vazhdim rreth rëndësisë së botimeve do të flas përgjithësi botimeve të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, zoti Sirdail Demir. I nderuar kryetar dhe zëvendës kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, i nderuar i drejtori i institutit, kolegë, studiues të pranishëm të tjerë, ju falenderoj për pjesëmarrjen e sotme në këtë promovim të Institutit të Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë në Shkup. Fillimisht më duhet ju përgëzoj Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, sidomos për këtë aktivitet të jashtëzakonshme që bëni këto 3 vitet e fundit me panajitin e librit shkencor dhe akademik. Mendoj se është një nga aktivitetet më të rëndësishme, më përbashkuese dhe më motivuese të njëjtën kohë për gjithë komunitetin akademik dhe shkencor shqiptar. Është e rëndësishme kjo hapje së pari e akademisë ndaj institucioneve tjera akademike shkencore, dhe tjetra është bashkëpunimi në këndvështrimin e librit akademik dhe shkencor shqiptar, e përcjelljes informacioneve të ndryshme që ndodhin në të gjithë hapësirën shqiptare, me që deri më tani nuk ka pasur ndonjë format të tillë që me një vend të caktuar domethënë të mblidhe i gjithë kontributi shkencor dhe akademik shqiptar në mbar hapësirën shqiptare, dhe ju përgëzoj edhe një herë për këtë punë dhe ju uroj që të vazhdoj edhe më fuqishëm ky aktivitet. Çështja e dytë, nëse flas në cilësinë e përgjegjësit të botimeve të Institutit të Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve në Shkup, padyshim që më duhet të them se botimet janë edhe ana më e fortë ndoshta e këtij institutit, për vetë faktin që ne si shqiptarë në Maqedoni, përmendi pak edhe drejtori më herët, jemi shumë vite mbrapa komunitetit tjetër që është shumicë atje në Maqedoni, komunitetit maqedonas, dhe na është dashur që në këto vitet e fundit që të punojmë shumë vrullshëm, shumë fuqishëm në mënyrë që të nxjerrim në pa vlerat tona si shqiptar në Maqedoni. Botimet e institutit, nëse flas konkretisht, janë 25 deri në 30 botime në total që nxjerrim, botime shkencore. Në këtë mes bëjnë pjesë revistat, ndër kryesore është revista Studime Albanologjike, e cila këto 3 vitet e fundit ka marrë edhe karakter ndërkombëtar. Pastaj janë edicioni Skupi, ku publikojmë domethënë punimet e konferencave shkencore dhe sesioneve që i mbajmë ne brenda vitit, dhe janë natyrisht botime tjera autoriale të autorëve të ndryshëm. Po sot këtu jemi në mënyrë të veçantë për të promovuar 2 botimet e fundit të pjesës ose të sferës më tepër të historisë kombëtare të shqiptarëve. Vepra e parë, I peshkëfia Shkup Prizren e autorit Kasper Gjini, padyshim që përbën një nga veprat më të rëndësishme shkencore, ku flitet për një periudhë ndoshta të gjatë të historisë shqiptarëve në këto treva, që nga periudha Iliro-Dardane dhe deri në shekullin 20. Kjo vepër është botuar, është mbrojtur fillimisht si disertacion i doktoratës në vitin 1968 në latinisht nga Kasper Gjini, ka mbrojtur në Universitetin e Romës. Vepra pastaj është botuar në gjuhën serbokroate në vitin 86 dhe në shqip në vitin 92 dhe 2011, e përkthyer nga Miri Rushani. Po do thoni se cila është rëndësia e këtij botimi, faktikisht e këtij ribotimi që ne bëjmë. Në 2 edicionet e kaluara, libri ka pasur lëshime të mjaftueshme të aspektit redaksional dhe gjuhësor. Prandaj ka qenë një lloj detyrimi ynë si komunitet, si institut, që të bëjmë këtë korrigjime dhe publikut ton shkencor dhe më gjerë të japim një verzion
më të pastër në aspektin profesional. Kështu që kësaj pune i ka hyrë profesor Antonik Berisha, i cili është redaktor i këtij edicioni, cilin në emër të institutit shfrytëzoj rastin edhe që ta falenderoj për kontributin e tij të madh që e ka bërë. Prandaj ky është botimi më i mirë, mendoj, deri më tani si tekst për lexim më i qartë, më gjithëpërfshirës, si themi, në gjitha aspektet, prandaj kjo është rëndësia e veçantë. Ndryshe të drejtat autoriale të këtij botimi ka pas shtëpia votuese Drita, të cilën po ashtu e falenderojmë, e cila ne ka dhënë, domethënë, të drejta për botim. Dy fjalë do t'ju them edhe lidhur me librin tjetër, Zhvillimet kulturore dhe historike të shqiptarëve në Maqedoni shekullin 19-20. Ky botim vjen si rezultat i një projekti shkencor që kemi realizuar me në krye drejtorin Skënder Hasani në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, dhe është ndoshta përpjekja më serioze e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut dhe konkretisht e institutit ton që të bëj një shkrim të historisë kombëtare të shqiptarëve në këto treva. Ne pak më tepër jemi orientuar ndoshta nga titulli shifet në aspektin kulturor të shqiptarëve në këto, mirëpo është një lloj historie e përgjithshme e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, e cila i ka 2 shekuj, domethënë nga viti 1800 deri në vitin 2000, faktikisht deri në vitin 2001, kur është bërë në fakt edhe kthesa në Maqedoni përmes luftës së Armatosur. Ky botim jemi disa autorë aty dhe secili ka paraqitjet e tij, domethënë tekstet janë libri ndahet në 2 pjesë. Pjesa e parë është studimore me tekste autoriale të këtyre autorëve që ju i shihni, dhe pjesën më të madhe aty, kontributin më të madh ka vetëdrejtuesi i projektit, doktor Skënder Hasani. Kurse pjesa e dytë janë kryesisht dokumente të cilat ndërlidhen me pjesën e parë të këtij libri, pra me studimet, dokumente të cilët janë përdorur gjatë pasuri ose gjatë studimit të atyre temave që ne i kemi përzgjedhur në pjesën e parë. Kaq, faleminderit dhe shpresoj që Falenderojmë Sevdail Demirin, përgjegjësi botimeve dhe kryetari i Këshillit të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve. Po bëhet hera e dytë që unë vi këtu në akademi si ftuar pra si mysafir, dhe do të jap fjalën Nikoqirit, që nuk është në traditën e shqiptarëve, por kështu e do rendi sot. Ftojmë zotin Skënder Gjinushi për fjalë rasti. Kemi forcuar aq shumë bashkëpunimin sa se kuptojmë kush është arsi, kush është priti, kush është në shtëpinë e vet. Pra jemi në shtëpinë tonë, kjo është e rëndësishme, dhe vetë qëllimi i këtij panajiri është pikërisht për të forcuar këto lidhje të bashkëpunimit disë institucioneve kërkimore shkencore, dhe ambicia e Akademisë Shkenca dhe detyra e saj është për ta parë këtë bashkëpunim në tërë trevat shqiptare. Pra jo vetëm sipas aq sa jep legjislacioni, jurisdiksioni ligjor, pra brenda territorit të Shqipërisë së 13-s, por në gjithë trevat e shqiptare, sepse të detyron edhe fakti që shkojmë drejt një Evrope, integrimit evropian, dhe më së pari duhet të integrohemi brenda botës tonë shqiptare. Dhe imponon fakti që kapacitetet tona intelektuale do prap jemi një popull i vogël, kështu që duhet ky kooperim për të forcuar këto kapacitete. Dy botimet tuaja janë vërtet tepër të rëndësishme, sepse lidhen me pjesë të rëndësishme të historisë së shqiptarëve, dhe në treva ku gjithmonë, siç e tha dhe Skënderi, ballafaqimi me antitezat është shumë i madh. Këtu vlen të theksohet ajo sepse ka ca prirje
të moderuara për t'i trajtuar gjithnjë më shumë, sidomos historinë në tërësi, veçanërisht në periudhat e mëparshme, si zhvillim kulturash më shumë se sa etnish, në frymën evropiane për të mos i fryrë ndasive, por pat keqësisht ende në Ballkan, shumë qarqet tjera punojnë drejtim të kundërt. Pra rrjedhimisht është tepër e domosdoshme që të vihet gjithnjë paprat ne mos dalim nga funksioni për të evidentuar gjithnjë më mirë historinë tonë, origjinën tonë, si popull dhe si gjuhë. Dhe faktikisht ne jemi duke bërë 2 botime madhore që pa diskutim dhe këto botimet tuaja do jenë burime dhe bazë për këto botim, për pjesën veçanërisht të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, pra historia shqiptarëve dhe enciklopedia. Pikërisht dhe ne e themi dhe kemi thënë që nuk është nevoja të bëjmë si të tjerët, mjafton të themi të vërtetën. Dhe historia jonë para 2 ditësh, apo par dje kur që, Zoti Ceka që drejton projektin për pjesën e periudhës antikitetit deri në mesjet, bëri një paraqitje të rejave që priten në kjo histori. Dhe unë s'jam specialist i fushës, por e thënë matematikisht del që zhvillimi historik në trevat tona ka një vazhdimsi. Ne i themi nuk është funksion me këputje, është funksion pa këputje. Dhe jo vetëm i vazhdueshëm, po është edhe i derivueshëm, pra është i lakuar. Pra kjo do thotë që ka një vijimsi të qytetërimit, dhe kjo mbështet pikërisht atë qofslashtësinë dhe lidhjen që nga para Ilir, Arber, shqiptar. Pra dhe kërkimet arkeologjike e fuqizojnë, e vërtetojnë, e pohojnë, e forcojnë gjithnjë më shumë këtë tezë. Përredimisht, këto botime dhe botimet që synon të bëjë Akademia, i shërben këtij qëllimi që shkencat arkeologjike të forcojnë tezat e tyre, cilat është dashmund për t'i përmbysur, madje fatkeqësisht ka dhe një, sepse dhe këtu duhet bëhemi të qartë, që ka dhe disa që në emër të patriotizmit dhe të frymëzuar në amatorizmi dhe diletantizmi, duan të bëjnë, sikur kanë zbuluar të reja të mëdha shkencore, duke pohuar gjëra që e ridikulizojnë, e bëjnë qesharake, pastaj çështjet të origjinës së popullit shqiptar, pra bëjnë efektin e kundërt, duke dashur të thonë jo, ne jemi në origjina e gjithë njerëzimit, e tjera, kur dihet që patjetër njerëzimi ka një origjinë të përbashkët, madje shkencat e natyrës kanë vajt më larg, kanë vajt deri sa universi ka qenë një kokër gruri dhe Big Bangu ka sjell, pastaj ka krijuar këtë univers, paktën në dimensione që njohim ne sot. E njëjta gjë ka ndodhur dhe me njerëzimin, ka ndodhur dhe me popujt, pra ka një origjinë përbashkë, pastaj shpërhapur, janë zhvilluar, janë bivendosur, janë ndërthurur, janë shartuar, por historia jonë, paktën për periudhat e evidentueshme, të faktueshme, dhe roli shkencës është pikërisht që t'i thot gjërat me prova, me fakte, dhe që t'jenë bindse për të tjerë, pra që të rrëzojnë tezat dhe antitezat të tjera. Kështu që dhe këto botimet tuaja janë dëshmira pikërisht të së vërtetës historike të zhvillimeve në trevat shqiptare dhe tregojnë qartë qoftë lartësinë tonë, qoftë vijimsinë e këtij qytetërimi e merat. Pikërisht do të them dhe atë që shpesh këto debatet e brendshme duan t'i servirin dhe në kuadrin gjojat të mendimit të lirë. Do thosha kështu në mënyrë të shkurtuar që
nuk kanë nevojë që ne të shtrëmërojmë historinë tonë, se ka kush na shtrëmëroj. Ne kemi nevojë që së bashku të themi të vërtetën për historinë tonë, qoftë të lashtë, qoftë edhe të kohës së re, shumë të luftës dytë botërore, apo të luftës në Kosovë, të çlirimit të Kosovës 99-ën, sepse shumë kush kërkon t'i baltosja. Dhe pikërisht shqiptarët e Shkupit dhe Maqedonisë Veriut e kanë, e ndjejnë këtë problem, këtë çështje që shpesh shqiptarët duan t'i trajtojnë dhe si kolaboracionistë të luftës dytë botërore. Kur e vërteta është e kundërta në shumicën dërmuese, pavarësisht nga konjunktura caktuara që si në çdo vend ka pasur, siç ka pas një rezistencë, ka pasur edhe bashkëpunëtor, ka pas edhe do të thënë që kanë neutral, apo si mund t'i quash. Kështu që këto janë çka dëshiroj të them, që së bashku tani dhe në kuadër të hartimit të dy projekte të mëdha, të cilat do të jenë pastaj në bashkëpunim me projektet tuaja, sepse pas shkruajtjes së një historie të sintetizuar për të shqiptarët, pastaj kjo patjetër që pasurohet me historitë lokale dhe është mirë që pikërisht tezat themelore, linjat themelore të jemi ketë një qëndrim, kur thuhet një qëndrim shkencor, flitet për qëndrime të urdhëruara, paracaktuara, dhe do e mbyllja me atë që ne na bjet detyra vetëm të zbardhin të vërtetën, ta faktojmë këtë vërtet, ta demonstrojmë në rrugë shkencore dhe pikërisht të tregojmë atë që shqiptarët janë faktor stabiliteti, janë më pro-evropianët në rajon, edhe janë vërtet për një bashkëjetesë dhe integrim, por jo si qytetar dorës dytë, po si të barabartë, midis të barabartë. Dhe ju përgëzoj për këto botime, tepër të vjera, falenderoj për gatishmërinë dhe tuajën për bashkëpunim. Urojmë që instituti juaj të marrë dimensionin e një akademie. E kemi biseduar edhe më parë, mendoj që mund të krijohet një bord shkencor pranë institutit, ku zgjidhen figurat më të mira nga kultura shkenca, dhe që ajo të marrë formën e një asambleje të Akademisë së Shkencave për botën shqiptare. Faleminderit. Falenderojmë zotin Gjinushi për fjalën e tij, si dhe për bashkëpunimin e ofruar nga Akademia e Shkencave për institutin ton, që normalisht ne të veprojmë si dy institucione të ndryshme në shtete të ndryshme, por me një qëllim të përbashkët, dhe atë që thatë që mjaft historinë e kanë shtrembruar të tjerët dhe ne duhet ta shkruajmë të vërtetën. Në vazhdim, njëri nga autorët apo përgjegjësit e botimit të zhvillimet kulturore dhe historike të shqiptarët në Maqedoni gjatë shekujve 19 dhe 20, zoti Besnik Rahmeti, do të thotë disa fjalë rreth kësaj vepre. Nderuar drejtor, të nderuar ju pjesëmarrës, është nder për ne si institut, edhe për mua personalisht, që këtu të paraqesim promovimin e veprave tona të institutit dhe posaçërisht si pjesë e këtij projekti të zhvillimeve kulturore historike të shqiptarëve të Maqedonisë. Unë nuk do të jem median, por do t'i prej vetëm 3 çështje që më të rëndësishme të kësaj periudhe, duke ditur e para që ishte një dhom nga Spergjimnit, që dëshmon për lashtësinë e kombit shqiptar në Ballkan dhe i Peshqia Shkup Prizren, nga Ilirët, Arvërit dhe tek shqiptarët, ndërsa si pjesë
e zhvillimeve kulturore historike të shqiptarëve të Maqedonisë, përfshin periudhën e rilindjes kombëtare shqiptare dhe vin deri te konflikti i vitit 2001. Dua të them se që në vitin 1830, kur rilindja kombëtare ishte për qëllim të ngrej vetësimin e kombit shqiptar, duke filluar edhe me krijengritjet e vitit 1832 tonë në pjesën jugore të Shqipërisë dhe pjesën veriore, edhe tek shqiptarët e Maqedonisë pas vitit 1913, është ngjarje e rëndësishme që krijengritja e Dervish Sarës, e cila përfshin periudhën e vitit 1823-1824, që së pari herë paraqitet një platformë për të autonominë e vetë shqiptarëve në kuadër të perandorisë osmane, e cila do të jetë pesha dhe rëndësia më e madhe që kanë dëshmuar edhe në lidhjen shqiptare të Prizrenit, ku qytetet shqiptare të Maqedonisë sot, do të thonë Tetova, Gostivari, Shkupi, Manastiri, do të kenë edhe delegatët shqiptarë të cilët do të jenë pjesëmarrës në lidhjen shqiptare të Prizrenit, ndërsa pjesë tjetër e rëndësishme është vetë qyteti, do të thonë, i Manastirit, ku shqiptarët së pari herë unifikohen përmes gjuhës, alfabetit, e cila dëshmon Kongresi i Manastirit dhe punimet të cilët i ka pasur nga 14 deri më 20 nëntor të vitit 1908, dhe që përfundon qyteti i Shkupit është mija kryesore ku edhe fillon krijengritja e përgjithshme për pavarësinë e shtetit shqiptar dhe të Shqipërisë, që sot e kemi këtë shtetin shqiptar. Ndërsa pika e dytë është fillon periudha e shqiptarëve të Maqedonisë, në të cilën shqiptarët gjatë kësaj periudhe kanë vuajtur posaçërisht pas luftës së parë botërore me krijimin e mbretërisë serbe, kroate, slovene deri në luftën e dytë botërore, e cila është një periudhë në të cilën është vendosur sistemi serb në tokat tona shqiptare dhe posaçërisht gjatë reformave agrare dhe kolonizuese që shqiptarët kanë përjetuar një dhimbje të madhe duke arritur deri te shpërngulja e popullatës shqiptare, por fillimi i luftës së dytë botërore ndërpreu atë projekt të Vasa Çiprilloviçit të vitit 1937. Ndërsa e fundit është periudha pas luftës së dytë botërore, ku edhe drejtori i Institutit të Cekës se shqiptarët kanë qenë të diskriminuar në mënyrë të padrejtë në institucionet e ish federatës të Maqedonisë socialiste, deri në rënien e saj dhe për arsye domethënë të padrejtësive të kombit shqiptar dhe popullatës shqiptare në Maqedoni, ka ardhur deri te konflikti i vitit 2001. Andaj kjo vepër shkencore dhe kjo libër në të cilën është zhvillimet kulturore dhe historike të shqiptarëve të Maqedonisë është një dëshmi që dëshmon për të kaluar dhe për punën tonë. Faleminderit. Falenderojmë kolegun Rahmeti për fjalën e tij. Një projekt shumë i rëndësishëm i institutit tonë është dialektologjia shqiptare të folmet shqipe në Maqedoninë e Veriut, që është përgatitur nga një grup autorësh, ndërsa bartës i këtij projekti është profesor doktor Zeqiria Ibrahimi, të cilin e ftoj për fjalë rast. Faleminderit Sefer. Ju përshëndes gjithëve. Neve quftarë është dhe në fund, kështë në lanë se qësia është dhe vjen pas historisë. Si do qoftë, po përpiqem shkurtimisht të flas për këtë projekt. Në fakt, kjo është vëllimi i 4 i këtij projekti dhe planifikohet edhe vëllimi i 5. Për informacionin tuaj, për shkak se besoj që nuk e di a keni ndjekur gjithë, domethënë në vëllimin e parë në vitin 2021 është në vëllimin e parë të folmeve shqipe, është votuar të folmet shqipe të rrethit të Shkupit, aty ne i quajmë të Karadakut edhe të Karshiakës. Në vëllimin e dytë janë të folmet e Dervenit të Shkupit dhe të folmet e Tetovës. Në vëllimin e tretë janë të folmet e Kërçovës, të Dibrës, të Rekës së Epërme, të Prilepit dhe të Krushevës. Dhe në vëllimin e katërt, për cilin të flasim sot, janë të folmet shqipe të Strugës, të Manastirit, të Prespës, dhe është edhe një studim mbi të folmet shqipe të Kumanovës, për cilin
këtu e shpjegoj pse është përfshirë edhe në këtë vëllim dhe në vëllimi i 5 është planifikuar që të jetë me fjalorit të folmeve shqipe të Maqedonisë së Veriut. Për informacionin e përgjithshëm, ata që janë të fushës e dinë që në kohën e Shqipërisë socialiste është botuar atlasi i të folmeve shqipe, por në pjesën e të folmeve shqipe të Maqedonisë janë dhënë shumë pak informacione dhe shumë pak ka pasur përfshirje qoftë për ilustrimin e fenomeneve gjuhësore, qoftë edhe në përfshirjen e leksikut të dialektor të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, ndërkohë që gjatë viteve edhe të ish Jugosllavisë, por të veçanërisht pas asaj janë bërë një varg studimesh mbi të folmet shqipe të Maqedonisë, por shumica e tyre tashmë ishin zhdukur, nuk gjendeshin dhe për shumë studiues thuaj se ishte bërë gati e panjohura ekzistojnë libra mbi studimet e të folmeve shqipe të Maqedonisë. Dhe kjo është arsyeja që edhe për veten tonë atje, por edhe për mbar filologjinë dhe veçanërisht dialektologjinë shqiptare, ta hartojmë një projekt me cilin i mbledhim gjitha studimet shqiptare mbi të folmet shqipe që janë bërë kurdoherë dhe të përfshihen në këtë seri veprash. Dhe për shkak që pjesë e tjera nuk dua t'ju marr kohë, dhe ashtu më duket se jemi nga fundi, po flas vetëm çfarë kemi përfshirë në të folmet në vëllimin e 4. Aty është e përfshirë folmja shqipe e manastirit dhe qarkut të tij, që është një vepër e cila është botuar në vitin 1997 në Shkup nga shtëpia botuese Logosa. Në fakt ka qenë një disertacion doktorate e autorit Zihni Osmani, e mbrojtur në Universitetin e Prishtinës përpara profesor Idris Ajetit dhe Latif Mudakut. Materiali dialektor në këtë studim është mbledhur në fillim të viteve të 1981. Si informacioni përgjithshëm është që ai mbledh të folmet shqipe edhe të qytetit të manastirit, por edhe të fshatrave përreth. Dhe evidenca e rëndësishme është se folmja shqipe e manastirit dhe fshatrave të tij është një folme që përfshin edhe të fshatrat me të folme gege dhe fshatra me të folme toske, për shkak se janë dy fshatra që janë gege, dhe ajo është Ostreci dhe Zllokuqani. Kurse fshatrat toske janë Këshava, Zhabjani, Xhinxhipoja dhe vetë qyteti i manastirit. Në kuptim të strukturës së vetë studimit, aty janë si rëndom ata cilët i dinë këtë tip të studimeve, janë të përfshira fonetika, duke përfshirë sistemin e zanoreve të bashkëtingëlloreve dhe të fenomeneve të fonetike, është morfologjia, sintaksa, fjalëformimi, është një regjistër i leksikut të kësaj të folmeve dhe janë një sër tekstesh dialektore që janë dhënë aty. Gjithashtu në këtë vëllim është përfshirë edhe folmja shqipe e Prespës, që është një folme kryekëput toske. Ky studim është botuar në vitin 1996 nga flaka e vëllazërimit, kurse materiali dialektor është mbledhur në vitet 1974-77 dhe ka qenë një punim i magjistraturës i mbrojtur në Universitetin e Prishtinës. Një pjesë tjetër e këtij vëllimi ka të tubuara një leksik të
folmeve shqipe të Prespës dhe të Manastirit nga autori Reshat Nexhipi. Pjesa tjetër janë të folmet shqipe të Strugës dhe këtu janë 3 studime që kanë bënë në folmet e Strugës. Është një autor Esat Hoxha i cili i ka botuar 3 artikuj të gjatë shkencor në revistën për shkencë e kulturë Jehona në vitin 1979. Ai ka për të folur me toske të rrethit të Strugës, ku i ka përfshirë fshatrat Frangov, Kalisht, Ladorish, Shom, Zagraçan dhe Belic e poshtme që janë në fakt në anën e majt të Drinit, dhe ai e ka ruajtur strukturën studimore të fonetikës, të morfologjisë, fjalëformimit, sintakës dhe leksikut. Është një artikull i shkurtër që merr vetëm me të folme në një fshati të rrethit të Strugës, dhe është fshati Velesht, që është fshat mjaft i madh dhe ndoshta të tërë fshatrat më të mëdhenj të shqiptarëve të Maqedonisë. Është edhe disertacioni i doktoratës i Ajtenit Qamilit të folmet shqipe të Strugës, një disertacion i mbrojtur në Fakultetin e Filologjisë në Shkup dhe i botuar si monografi në vitin 2022. Ajo ka bërë studimin edhe të folmeve gege të Strugës, edhe të folmeve toske dhe folmeve të qytetit, që ajo i quan të tipit të folmeve kalimtare, që është një çështje, si thua, akoma e pa definuar në kuptimin shkencor, a janë edhe këto të folmet e qytetit të Strugës në grupin e të folmeve kalimtare. Dhe në fund është një artikull që është bërë nga Avni Dehari, është një albanolog, është një profesor i gjuhës shqipe, aktualisht ai është deputet në Kuvendin e Kosovës, për shkak se në gjithë serinë e veprave nuk e kishim të përfshirë të folme shqipe të Kumanovës. Ai i hyri punës që ta bëjë një punim origjinal për të folme shqipe të Kumanovës dhe e ka bërë sipas strukturës së njëjtë punimeve, edhe pse është dukshëm më i shkurtër se punimet e tjera që janë të përfshira në këtë zhvillim, pos përshkrimit të tipareve të fonetike dhe morfologjike të folmes shqipe të Kumanovës. Ai ka dhënë edhe një regjistër të leksikut, fjalë të urta dhe shprehje të frazeologjike dhe një listë të toponimeve të kësaj zone. Në përmbyllje do të kisha thënë që me veprën e 4 ne kemi të përmbullakuar serinë të folmeve shqipe të Maqedonisë së Veriut. Na ka mbetur të folmet shqipe të Ohrit edhe të Velesit, që nuk janë fare të përfshira, por shpresojmë që ndoshta dikush i bën edhe ato në të ardhmen. Dhe do botohet vëllimi 5 me fjalori i të folmeve shqipe të Maqedonisë së Veriut. Në kuptim tjetër do kisha thënë se me këtë seri të veprave ne e kemi bërë, si thua, hartën gjuhësore të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Andaj kjo është një mundësi e mirë që gjithë studiuesit dhe gjuhëtarët të veçanërisht ta kenë një pasqyrë të saktë se deri ku shtrihen kufit gjuhësor të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, por edhe të kenë një studim të thelluar të përshkrimit të folmeve shqipe të Maqedonisë së Veriut. Faleminderit. Falenderojmë kolegun Ibrahimi, përndryshe kolegu Ibrahimi është politikan.
dhe politikanët kur marrin fjalën e kishim një edhe pak më pa, kështu që 2 u bën sot, po shumë të rëndësishëm për takimin e sotëm dhe ne i falenderojmë shumë sinqerisht. Nëse ka dikush thot ndonjë fjalë, koha nuk është se na premton shumë. I falenderojmë shumë në emër të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve për mundësinë që na dhat sot të promovojmë veprat tona. Faleminderit.